Ajo kishte sugjeru gjithë rinis që me marrë një kurs sikur ky që e kiti. Unë kam dikun 7 nxonsa që tash që ushtrojnë, edhe ata ndikojnë shumë që marrë dhe alo të ri. Se dhe shumica e tyre kur kanë ardhë, janë frigu, kanë pas rezerva. Po tash, kur e shohin, janë, çfarë ndalë, janë, nuk ndalë, se është sport i sigurt. Po tash llogaritë nënën e kam 87 vjeçare, 88 vjeçare. Kur nuk i kam fëmin ose dikon ose shokun që fluturoj me të rregullisht, edhe ai fluturon vetë, nëna më tregon drejtimin e erës, nëse thotë se është erë mirë. Dhe me thonë, edhe ato e ki mësu qysh... Aja rregullisht me mua është. Rregullisht me ty. Rregullisht. A mund të shme na tregu pak edhe për fëmirin tonë, si ka qenë fëmiria jote? Po si fshatar, si fshatit, kam mësu një kohë, kam kry shkollën fillore në Sibovc, të Podijevës, shkollën pjesën e ollë të shkollës fillore do më ndejnë 4 në Sibovc, atëre u të ishëm 6 km, 7 km është më shku në Glamnik, pjesën tjetër, 6-8, po. Shkollën mesme kam kry 2 vite në Podijevë dhe 2 vite në mjekësinë në Prishtinë. Kam dalë fizikant, se nuk isha mundësi më registru fakultet mjekësisë, po vajza e ka vazhdu atë shefin tëmë. Ta ka hek ikën që e ki poste. Vajza ka punu në emergjencë Podijevë, tash punon doktoresh në Bern. Ka specializue. A me ndonë me kësuj vajza në Kosovë me kontribu? Jo, se edhe atje punon me burët vetë, edhe burën e ka në neuropsikiatër, jo në qifti për krye. Vajza dytë ka fluturue me muë, është punon në Mitrovic, menagjere një ujësilësit, edhe ajo ka fluturue, po burë vetë më duket se i tha, mos fluturo. O friguaj për të? U friguaj për të, se jo diçka, po u frigu për të edhe... Edhe i thëmë, ma mirë po mes pa të krejtë. Djemt, ja, sharë, djemt nuk gëdzojnë, jo që s'gëdzojnë, po nuk e dojnë. Bile djali ma thëtë nuk vjas me ju këqyrë, se donë. A me ndonë që e kanë prej frigës, po mashkuj zakonisht e majnë vetën si kur trima që nuk... Djali madhe e ka pak prej frigë, po edhe nuk e donë. Nuk është sportist. Se unë është edhe në futbol tonë, këshyrë në futbol, mundohemi me gaj, ajde në kundër televizorit, jo. Nuk e gjemë vetën në atë sport. E sa i përket thëtë që asë një mashkull nuk ka tentu me hypë në parashut. Jo, po, qëshja... Po, shumica jo në konë femne. Shumica femne e në konë. Për shemë, kur punojshëm në Llogara, dikon 70% femnave jenë konë. 70% femnave? Ne mashkull atë këto. Aty, e sa mendimi ki, pse mashkujt nuk i frigohen kësaj? Në mashkujt, jo që i frigohen, po pak zdi që shme thone, kursen vetën kështë pëj. E femnat ma shumë kanë qef, se femnat kishin qef ma shumë u fotografuar me parënajrën, me parashut, se për shembull mos me pas gopru ato sypshin me ty. Çfarë këshilla i kështë jep ti sot rinis? Po tash na vetëm të dhonë se çdo emision që dalë, shpesh marrin edhe të këshilla, ma mirë është marrin këtë jetë këtu. Unë para një javë kam bërë komplet kontrollin mjekësore. Edhe pak i mushi 62 vjet. E 62 vjet, pa ynyrë, pa sheqer. Frymëmarrjen super. Ecjen e mirë, 120 kg. Jo. Një ditë pata pak kollitje, edhe i thët qikës temi, gruaja i thët që babi ka kollitje, thët një barë, po mam thët barin vadihavja që saj se pinë. Dhe me thonë ti, a me ndonë që natyra është shumë e mirë për shnetën? Shumë, se unë e këmë bo, nëse instruktor të obligu me i bo analizat, edhe i bojnë analizat e thella. Edhe zakonisht gjithmonë mirë të kanë dalë? Po gjithmonë mirë, për bila e zyrtarja, tha me qepeha bukan, thash me krelanë, edhe me flija. Normalisht, kohët e ma hershme unë konë shumë atë shnetshme e më ushqy, se sa sot që ushqyem. Po, në thash 62 vjeqare, fluturaj, pa penges, eci kodrës, pa penges. Kjo natyre kështu ka bo, edhe ku ka jo të rinia. Kone fundit, po shoh po ecin shumë mirë. Po pse mos me marrë edhe një parashutën shpine me dalë pi kodrës më të shu poshtë. Adrenaline pa përshkrushme, sigurisht. Kjo është sport qysh e bën.
Nëse do me botë sigurt, nuk ka sport më i sigurt. Nuk ka hiç më i sigurt. Po nëse do me botë rrezikshëm. Rrezikun e ki me njëherë. Po. Nuk ka më i rrezikshëm. Do thotë do të me mësue, Me do të ditë më regjistrua. Po është faqja e aeronautika për kjo rrugë, regjistrohet, janë instruktorat aty kush mëson. Unë jam më i vjetri, unë i kam kriju të gjitha, e kam qenë kryetari i federatës, e kam ndërkombëtarizu edhe tash i kam klubin të Fly Dardania, kam antare ma shumë, femna. Edhe kemi tona profile, kemi këngëtar aty, kemi babën e kamermanit e kemi aty. Normalisht. I nderuam, na të falenderojmë shumë edhe të urojmë veç suksese. Shumë faleminderit edhe për juve, kishim qef se të me bu një fluturim, po kushtet, sepse na nuk fluturojmë, edhe nëse vinë shumë herë kom pas, ka pa arë njerë të këja, moj menë, moti, edhe tha, hajde nisë në tha se s'kem kohë, thash, ja, jo keni kohën e juve, na kena këto. Sepse kushtet atmosferike neve Se çdo Na dëm prim, që po. bëhet përgjatë si sa jeti. Ja, nuk ka me fluturua nëse unë nuk fluturoj. Kam me mia fluturime, po bën edhe pa një fluturim nëse... A ka pas rast që e kanë rezervu fluturimin këtë ditë edhe për shkak të kohës të keqe? Po, na i kuptojmë ato edhe na i tregojmë në fillim. Nëse dikush e rezervon fluturimin tandem për sot një javë, për shembull na i themi. Se zakonisht 2 ditë e fundit dihet saktë hera. 2 ditë e fundit. Një javë ditë veç e parashikojnë. Edhe na i tregojmë. Merre pak me rezervë se nuk mundet me dështu.